Shoqata për software të lirë dhe të hapur, apo FLOSK, e cila dhe këtë vit, ashtu si tregon edhe emri, është përkujdesur që të promovojë software-in e lirë dhe të hapur. Sipas Taulant Ramabajës, antar në FLOSK, edicioni si vjetëm i Panairit është fryzuar për të promovuar më shumë FLOSK-un para vizitorëve. Kem pas shumë njerëz të interesuar, sidomos nga kompani tjera, do thotë sidomos nga vetë Panairi, kanë njerëz këtu për të interesuar. Kem kriju disa kontakte me kompani dhe me organizata tjera, po ashtu me njerëz të cilët kanë ardhur thjesht për ta vizituar Panairin. Një pjesë për tyre kanë qenë edhe gjimnazista dhe studenta. Shumica na kanë pyet faktikisht për kurse të mundura, çka ka. Interesant se ne vetë nuk e kemi paramendu që ka qatë shumë interesim tek gjimnazistat dhe studentat për kurset të gjuhës programuese, do thotë. Ne mendojmë që ka pas jashtëzakonisht shumë sukses. Sipas tij, ka pas mjaft shumë vizitorë dhe interes të veçantë për shoqatën FLOSK. E natyrisht, Taulanti nuk hezitoi të përmend edhe të rejat e FLOSK-ut për këtë vit. E kemi një konferencë vjetore të cilën ne FLOSK-ut gjithmonë organizojmë dhe do të jetë diçka më speciale këtë vit. Do të vi Richard Stallman dhe do të prezantojë në bibliotekën kombëtare në lidhje me kulturën dhe hapur dhe software të lirë. Richard Stallman është njëri prej ose faktikisht krijuesi i licencës së hapur open source. Pa ta gjithë kjo lëvizje open source dhe krijimi i software të lirë dhe të hapur dhe të tjerave do të ishte pamundur. Do thotë është mjaft punë e madhe që ka ardhur në Kosovë. FLOSK është shoqatë që është e koncentruar maksimalisht në promovimin e software-it të lirë dhe të hapur dhe vazhdimisht organizon aktivitete dhe prezantime apo konferenca që kanë të bëjnë me promovimin e software-it open source.